Dashuria shpesh është më e ndërlikuar se sa duket. Ajo nuk është thjesht një ndjenjë e qetë, por një rrjet emocionesh që ngatërohet me frikën, pasigurinë dhe konfliktet e tjera. Benita e di këtë më mirë se kushdo tjetër. Ajo që ndjen për Claudin nuk është thjesht tërheqje, por një ndjenjë e thellë, e përzier me respekt, admirim dhe frikë nga humbja. Ndërsa flet me Albën, Benita nuk përpiqet të fshehë asgjë. Ajo e thot hapur se e do Claudin dhe se e ndjen shumë praninë e tij. E dua, Claudin e ndjej shumë, thot ajo, dhe në zërin e saj ndjehet jo vetëm dashuria, por edhe një dëshirë e fortë për t'u kuptuar dhe për t'u pranuar. Ajo e shet te Claudi inteligjencën, mirësinë dhe dëmshurinë, tipare që e bëjnë atë të ndjehet e sigurt, por njëkohësisht e ndjeshme. Megjithatë, pas kësaj ndjenje të fortë fshihet edhe një frikë. Frikë se dashuria e saj mund të bëjë që Claudi të humbas mundësi jashtë, se marrëdhënia e tyre mund të bëhet pengesë dhe jo mbështetje. Kjo është një tension i brendshëm që shumë herë ngatërohet me dashurinë vet. Benita nuk e do vetëm Claudin, por dëshiron që ai të ketë sukses, të jetë i lirë dhe të mos ndihet i kufizuar nga ndjenjat e saj. Kjo frikë e bën dashurinë më komplekse, sepse çdo lëvizje e Claudit bëhet një provë emocionale për Benitën. Por ndjenjat e saj nuk janë të izoluar. Xhelozia që ndjen për Elionën shton një shtresë tjetër tensioni. Benita e di që Claudi ka pasur një lidhje me Elionën dhe ndonjëherë kjo i bën mendjen të çmendet, të pyes se a është e mjaftueshme dashuria e saj, apo nëse e shkuara e Claudit mund të krijojë pengesa. Xhelozia nuk lind nga keqbesimi, por nga dashuria dhe frika e humbjes. Ajo nuk e urren Elionën, por ndjen se nuk mund të humbas atë që ka me Claudin. Kjo ndjenjë e përzier e bën Benitën të ndjehet e ndarë, dashuria për Claudin, frika për të ardhmen e tij dhe xhelozia ndaj Elionës. Kur i shpreh këto gjëra Albës, nuk është thjesht një shprehje sentimentale. Është një moment reflektimi, një mënyrë për t'u përballur me emocionet e saj dhe për të kërkuar mbështetje ose të paktën kuptim. Ajo nuk flet për t'u mburur, por për t'u liruar. E dashuroj Claudin, e ndjej shumë, është i zgjuar, i dashur, por kam frikë se i prish punë jashtë dhe e humb, thot Benita, dhe këto fjalë thjesht nuk janë një rrëfim i zakonshëm. Ato janë shpreha e një tensioni të brendshëm që shumë herë nuk gjen hapësirë për t'u thënë. Ato përshkruajnë një gjendje ku dashuria nuk është e thjeshtë, ku kujdesi për tjetrin kthehet në frikë dhe ku xhelozia nuk është vetëm emocion negativ, por një tregues i rëndësisë së lidhjes. Për Albën, dëgjimi i këtij rrëfimi është një moment reflektimi mbi marrëdhëniet e saj me të tjerët dhe mbi mënyrën se si ndjenja e dikujt tjetër mund të ndikojë në jetën emocionale të të gjithëve rreth saj. Ajo shet tek Benita një ndjeshmëri të madhe, një dashuri që nuk është egoiste, por që tenton të mbrojë dikë tjetër edhe kur e rrezikon veten. Ky është një mesazh i fuqishëm mbi pjekurinë emocionale. Dashuria shpesh është më e ndërlikuar se sa duket. Ajo nuk është thjesht një ndjenjë e qetë, por një rrjet emocionesh që ngatërohet me frikën, pasigurinë dhe konfliktet e tjera. Benita e di këtë më mirë se kushdo tjetër. Ajo që ndjen për Claudin nuk është thjesht tërheqje, por një ndjenjë e thellë, e përzier me respekt, admirim dhe frikë nga humbja. Ndërsa flet me Albën, Benita nuk përpiqet të fshehë asgjë. Ajo e thot hapur se e do Claudin dhe se e ndjen shumë praninë e tij. E dua, Claudin e ndjej shumë, thot ajo, dhe në zërin e saj ndjehet jo vetëm dashuria, por edhe një dëshirë e fortë për t'u kuptuar dhe për t'u pranuar. Ajo e shet te Claudi inteligjencën, mirësinë dhe dëmshurinë, tipare që e bëjnë atë të ndjehet e sigurt, por njëkohësisht e ndjeshme. Megjithatë, pas kësaj ndjenje të fortë fshihet edhe një frikë. Frikë se dashuria e saj mund të bëjë që Claudi të humbas mundësi jashtë, se marrëdhënia e tyre mund të bëhet pengesë dhe jo mbështetje. Kjo është një tension i brendshëm që shumë herë ngatërohet me dashurinë vet. Benita nuk e do vetëm Claudin, por dëshiron që ai të ketë sukses, të jetë i lirë dhe të mos ndihet i kufizuar nga ndjenjat e saj. Kjo frikë e bën dashurinë më komplekse, sepse çdo lëvizje e Claudit bëhet një provë emocionale për Benitën. Por ndjenjat e saj nuk janë të izoluar. Xhelozia që ndjen për Elionën shton një shtresë tjetër tensioni. Benita e di që Claudi ka pasur një lidhje me Elionën dhe ndonjëherë kjo i bën mendjen të çmendet, të pyes se a është e mjaftueshme dashuria e saj, apo nëse e shkuara e Claudit mund të krijojë pengesa. Xhelozia nuk lind nga keqbesimi, por nga dashuria dhe frika e humbjes. Ajo nuk e urren Elionën, por ndjen se nuk mund të humbas atë që ka me Claudin. Kjo ndjenjë e përzier e bën Benitën të ndjehet e ndarë, dashuria për Claudin, frika për të ardhmen e tij dhe xhelozia ndaj Elionës.
kur i shpreh këto gjëra Albës, nuk është thjesht një shprehje sentimentale. Është një moment reflektimi, një mënyrë për t'u përballur me emocionet e saj dhe për të kërkuar mbështetje ose të paktën kuptim. Ajo nuk flet për t'u mburur, por për t'u liruar. E dashuroj Claudin, e ndjej shumë, është i zgjuar, i dashur, por kam frikë se i prish punë jashtë dhe e humb, thot Benita, dhe këto fjalë thjesht nuk janë një rrëfim i zakonshëm. Ato janë shprehja e një tensioni të brendshëm që shumë herë nuk gjen hapësirë për t'u thënë. Ato përshkruajnë një gjendje ku dashuria nuk është e thjeshtë, ku kujdesi për tjetrin kthehet në frikë dhe ku xhelozia nuk është vetëm emocion negativ, por një tregues i rëndësisë së lidhjes. Për Albën, dëgjimi i këtij rrëfimi është një moment reflektimi mbi marrëdhëniet e saj me të tjerët dhe mbi mënyrën se si ndjenja e dikujt tjetër mund të ndikojë në jetën emocionale të të gjithëve rreth saj. Ajo sheh tek Benita një ndjeshmëri të madhe, një dashuri që nuk është egoiste, por që tenton të mbrojë dikë tjetër edhe kur e rrezikon veten. Ky është një mesazh i fuqishëm mbi pjekurinë emocionale. Limi qëndron i qetë, por zëri i tij ka një prerje të ftohtë, të menduar. Nuk është ai tipi që flet për të mbushur heshtjen. Flet kur ka vendosur. Dhe kur vjen momenti i nominimit, ai nuk kërkon efekt të zbrazët. Kërkon drejtësi sipas kodit të tij. Emri i parë që del nga goja e tij është Claudi, jo si hakmarrje, jo si impuls, por si përfundim i një vëzhgimi të gjatë. Sepse bën shumë lojra të pista. Dhe kjo fjalë i bie rënd në dhomë. Sepse loja e pistë nuk është thjesht strategji. Është manipulim i heshtur, lëvizje pas shpine, fjalë të mbjella me kujdes për të krijuar dyshim, përçarje, për të nxjerrë tjetrin keq pa u ndotur vetë. Limi nuk e respekton atë lloj loje. Për të, loja duhet të jetë ballë për ballë. E ashpër nëse duhet, por e pastër. Dhe Claudi, sipas tij, e ka kaluar vijën. Jo një herë, por vazhdimisht. Me lëvizje që nuk duken menjëherë, por ndihen me kalimin e kohës. Me një strategji që nuk kërkon të fitojë me karakter, por me dredhi. Kur Limi e nominon Claudin, nuk po i drejtohet vetëm atij, po i drejtohet gjithë shtëpisë. Po thotë se ka një limit edhe për lojën. Se jo çdo gjë justifikohet me fjalën strategji. Sepse kur loja bëhet e pistë, ajo nuk është më lojë, është frikë nga përballja e drejtë, pastaj vjen emri i dytë. Kushtrimi, dhe toni ndryshon. Nuk ka nerv. Ka zhgënjim. Një lloj lodhjeje që ndjen kur sheh dikë që është fizikisht aty, por mendërisht diku tjetër. Është në gjumë dimëror, thot Limi. Akoma nuk i ka dalë gjumi. Kjo fjali nuk është tallje. Është diagnozë. Sepse gjumi dimëror nuk është pushim. Është mungesë reagimi. Është prani pa ndikim. Është të kalosh ditët pa lënë gjurmë, pa marrë pozicion, pa u përfshirë realisht në lojë, në debat, në jetë. Për Limin, kjo është po aq problem sa loja e pisë. Sepse në një shtëpi ku gjithçka është ekspozuar, ku çdo ditë është një provë karakteri, apatia është një zgjedhje. Dhe zgjedhja për të mos bërë asgjë është ende një zgjedhje. Kushtrimi nuk ka krijuar konflikt, por as kuptim. Nuk ka trazuar ujërat, por as nuk ka notuar. Është lënë të bartet nga rrjedha, duke shpresuar se do të kaloj pa u vënë re. Por në një lojë të tillë, të qenit i padukshëm nuk është virtyt. Është humbje e mundësisë, 2 nominime. 2 arsye të ndryshme. Por një mesazh i vetëm, Limi nuk po kërkon shenjtërinë. Nuk po kërkon njerëz perfekt. Po kërkon autenticitet. Ose luaj fort dhe pastër. Ose zgjoju dhe bëhu pjesë e reales. Sepse manipulimi i fshehtë dhe pasiviteti i rehatshëm janë 2 anë të së njëjtës frikë, frika për të qenë vetvetja para të gjithëve. Në atë moment, dhoma ndihet e rëndë. Sepse secili e gjen pak veten në këto fjalë. Disa te Claudi, disa te kushtrimi, disa në mes. Sepse është më e lehtë të luash prapa perdeve ose të fshihesh pas heshtjes, sesa të dalësh hapur dhe të marrësh përgjegjësi për atë që je. Limi nuk e ngre zërin. Nuk ka nevojë. Fjalët e tij bëjnë punën e vet sepse kur dikush flet nga bindja, jo nga frika, nuk ka nevojë për dramë. Ky nominim nuk është fundi i një konflikti. Është fillimi i një pasqyre. Një pasqyrë ku secili duhet të shohë veten dhe të pyes, jam këtu për të luajtur ndershëm, apo për t'u fshehur? Jam zgjuar, apo ende në gjumë dimëror? Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse fjalët e Limit qëndrojnë gjatë në ajër edhe pasi nominimi mbaron. Sepse ato nuk janë thjesht emra të thirrur.
Janë qëndrime. Janë kufi. Janë një kujtesë se në këtë lojë, më shumë se strategjia, peshon karakteri.